إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë për ti ndihmë dhe falë kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë se çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet posa Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut, dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, ka një mirësi e cila mirësi përsëritet brenda ditës disa herë, dhe pikërisht për këtë arsye se përsëritet, shpesh herë ne neglizhojmë dhe harrojmë madhështinë e kësaj mirësie, është për qëllim namazi. Kjo mundësi që e keti 5 herë brenda ditës, që ti me qëndru para Allahut subhanahu wa ta'ala, me qëndru para Rabbul Alaminit, mundësia që ti mi fol ati subhanahu wa ta'ala, mundësia që ti mi aqajt halët dhe dertet ati, mundësia për me kërku dhe me ju lut ati dhe me ju afru ati subhanahu wa ta'ala, a ka privilegj më të madh se kjo? Gjithsesi se jo. Andaj Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kur e përshkruan madhështinë e namazit, thot: "Wa hiya rahmatullahi al-muhdat ila ibadihi al-mu'minin." Namazi është një dhuratë e madhe prej Allahut, që va ka dhënë robëve të Tij besimtar. Është një dhuratë që Allahu ta ka dhënë ty si besimtar, ku Allahu Azza wa Jall thret brenda ditës 5 herë, që ti me qëndru para Atij subhanahu wa ta'ala, jo se ka nevojë për qëndrimin tanë, po zemra jote ka nevojë me qëndru para Allahut Azza wa Jall. Jo se Allahu ka nevojë për namazin tonë, ne jemi ata që kemi nevojë për namazin tonë, o vëllezër. Ku brenda ditës dhe gjatë ditës ti has problemet ndryshme, telashet ndryshme, ballafaqohesh me dunjon, dhe vjen një thirrje: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu është më i madh. Sikur se do me thonë dhe me ta përkujtu dhe rikujtu: lene për pak dunjon, leni njerëzit dhe problemet dhe telashet, kthej shko takohu me Zotin tanë. Sikur se po ta rikujton kjo Allahu Akbar, Allahu Akbar, që mos llogarit diçka në dunja më të madhe se Allahu subhanahu wa ta'ala. Po problemet tuaja mundën me kanë shumë të mëdha, ama Allah Azza wa Jall Zoti atë është edhe më i madh. Brengat tuaja mundën me kanë shumë të mëdha, ama Allah Azza wa Jall është edhe më i madh. Borxhet tuaja mundën me kanë shumë të mëdha, ama Allah Azza wa Jall është edhe më i madh. Kërkesat tuaja mundën me kanë shumë të mëdha, po Allah Azza wa Jall është edhe më i madh. Jo rastisht, përveç ezanit dhe ikametit, edhe namazi fillon me Allahu Akbar, me ta rikujtu që në namaz ti dush me hi me trup, me shpirt edhe me zemër, sepse Allahu Akbar, Allah është më i madh se çdo gjë. Fatkeqësia më e madhe është, vëllezër, atëherë kur në namaz him veç me trup, ama jo dhe me zemër. Him me trup në xhami, ama zemra dhe mendja jon jesin jashtë xhamis. Balli jon shkon sejdë, ama zemra jon jet alon pazar. Gjuha jonë e lexon surën Fatiha, mendja jonë nuk është duke ditë çka duke lexu. Namazi, o vëllezër, është që jo veç diçka që ti duhesh me e kry, është diçka që ti duhesh me e përjetu. Mos e shih namazin si një farsë që duhesh veç me e kry, me la borxhin, me hej gajlën, po mundohu ta përjetosh namazin. Pejgamberi on alayhi salatu wassalam ma than hadith: "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi s-salah." Knasia më e madhe më është bën namaz. Bilalit radiallahu anhu kur ka ardhur koha e ikametit, ka thonë: "Çu thirr ikametin, erihna biha ya Bilal." Na rahato me namaz o Bilal. Shpesh herë kemi përsëri dhe përsërisim. Ky është dallimi i madh mes neve dhe atij.
Neve që në knatësin, qetësin dhe rahatin mundohemi me gjetë me li pas namazit. Ta kryjm namazin dhe pas taj të kënaqim dhe të rahatohemi të pushojmë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka kërku dhe ka gjetë ata në namaz. Nuk ka dallim mes namazit dhe namazit. Namazi jonë dhe namazi pejgamberit alayhi salatu vesselam nuk ka dallim të madh. Po dallimi i madh është në atë që çish ka hi zemra jonë namaz dhe çish ka hi zemra pejgamberit alayhi salatu vesselam namaz. Andaj kur do që ti qëndron para Allahut në namaz, kujtoja vetes diçka. Dhe thuj, kjo është dhurat, është mirësi që më jep Allahu me qëndru para ti, subhanahu wa ta'ala. Ka marrë një ditë o vëllezër, këtë mundësi s'ki me pas. Ka marrë një ditë që ti kime lip një sejdë për Allahun azza wa jalla me bë, po ka me të dhonë kjo mundësi. Ka me ka një namaz për namazeve, namazi fundi që ti ke falë. Nuk e di cili namaz është. Andaj mundohu që këtë derë që është qelë ala, me shfryzu dhe me hi me trupe, me shpirt dhe me zemër, dhe me pa qëndrimin para Allahut azza wa jall si një mundësi, e jo si një barë. Mos e trajto qëndrimin para Allahut azza wa jall si një barë mbi supet tuaja që menzi se pret me largu dhe mu liru. Po llogaritë si një dhuratë të madhe, një mirësi që është ashtu, që po ta jep Allahu azza wa jall dhe jo çdo kujt jep, me qëndru para Allahut azza wa jall dhe me i ran sejdë atij. Lutë Allahun azza wa jall që Allahu ta bën namazin ton kënaqësi të shpirtit dhe zemrës tonë. Ta bën namazin qetësi të zemrës tonë dhe largim të brengave tona dhe faleve gjunohet tona. Lutë Allahun azza wa jall të na falë dhe të na mëshiron dhe xhenetin të na adhuron. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.